Rikthyer sërish në studio, do diskutojmë tani për sa i përket disa ndryshimeve ose thirrjeve, sugjerimeve që ka bërë administrata tatimore në vendin ton, por edhe procesi i divës, sepse kanë mbetur edhe thuajse 2 javë nga përfundimi i afatit zyrtar për plotësimin e këtij dokumenti për sa i përket të ardhurave personale të individëve. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Edvin Stefani, ekspert taksa. Zoti Stefani, mirë se erdhët. Faleminderit. Ta nisim me deklaratën e tatimit mbi të ardhurat të korporatave. Kanë nxjerrë një njoftim së fundmi, dje administrata tatimore, ku bën thirrje në lidhje me afatin që është 31 marsi, por njëkohësisht ka edhe një strukturë të re, të detajuar të plotësimit. Çfarë ndryshimesh ka? Unë do të rekomandoja një gjë të rëndësishme, rreth parë që deklarata me të vërtet ka afatin në 31, por të gjitha ata subjektet tatim paguese që janë me pagesë, nuk duhet ta lënë deklaratën për datën 31, sepse po e lën datën 31 dhe ti e bën pagesën gjatë muajit prill, kjo pagesë merr interesa dhe penalitete. Pra, është në fakt afati i fundit i pagesës 31 marsi. Kjo është e rëndësishme sepse na ka qelluar edhe pastaj përfundojmë nëpër këto radhat e në orën 8 darkës nëpër banka për të paguar, dhe ka disa banka që janë kaq të mira sa na tolerojnë këtë pikë dhe atë ditë e dinë që ka kështu lloj persona që bëjnë kështu lloj gabimesh. E dinë që do të ketë fluks. Ndërsa për sa i përket deklaratës do thosha që ka një nismë pozitive, dhe nisma është pozitive sepse tenton të luftojë evazionin. Do me thënë, ajo tenton të jetë pak më e detajuar, dhe duke qenë se është më e detajuar, ajo shmang rrisjet për bizneset të cilat bëjnë deklarata, pra si të thuash, e ke më të lehtë të fshehesh kur deklaron shpenzimin total dhe më pak kur i detajon ato në detaje. Dhe kjo është një gjë e mirë. Megjithatë, do të thosha që ashtu siç ndodh normalisht, kur ti rrit detajimin, eventualisht rritet cilësia, por rriten dhe problemet e mundshme. Dhe në fakt unë kam ndeshur disa nga këto probleme të cilat është mirë që këto të përmirësohen. Dhe tani që të kuptojmë ne kush janë problemet, janë në radh parë kemi të bëjmë me faktin që zakonisht administrata tatimore kur vjen në kontroll, por edhe në mbylljen e bilanceve preferon që deklaratat tatimore të TVSH-s vjetore, totalin vjetor të qarkullimit që deklarohet në TVSH, të ketë një informacion se ku ka vajtur në bilanc, dhe kë ka qenë qëllimi i detajimit. Pra, do me thënë që unë të deklaroj se çfarë deklaroj në deklaratën e TVSH-s, në blerje dhe në shitje, të barazohet me bilancin. Dhe ka një formulë të caktuar që realizon këtë lloj barazimi dhe administrata e kërkon këtë gjë me ngulm. Pra, kur po e realizove këtë gjë, është shumë mirë, sepse e shfrytëzon nga ajo epërsia e fiskalizimit, e transmeton edhe në tatim fitimi. Kuptohet që krijojnë dhe rakordimet të tjera që kanë të bëjnë me listë pagesën. Ndërkohë që ti deklaron listë pagesën, në një zë të veçantë ti deklaron edhe vlerën e listë pagesës. Pra, krijojnë mundësitë për rakordim. Megjithatë, kjo lloj tentative, pra ky background, ky kontekst, na krijon dhe gjithashtu disa vështirësi, sepse larmia e përpilimit të bilanceve nuk është transmetuar në këtë deklaratë. Për shembull, t'ju jap disa raste. Në deklaratë nuk parashikohen ndërmarrjet e prodhimit. E prodhimit? Po. Do me thënë, ndërmarrjet e prodhimit kanë gjithmonë shtesat në prodhimin në proces. Ndërkohë që, për shembull, gjithë kompanitë e tenderave, të cilat çojnë lëndë të parë në objekt dhe e transformojnë në prodhim proces dhe e lënë aty derisa të kolaudohet objekti dhe ta sheshin shtetit, të gjithë ta do të kenë probleme. Pse? Sepse jemi në një kontekst në të cilën administrata kërkon rakordime, por ndërkohë prodhimi në proces nuk është deklaruar në TVSH. Nuk është deklaruar ende. Pra, kjo kërkon që administrata të heqë dorë deri diku nga kjo lloj kërkese dhe të ndërgjegjësojë sa më shumë biznesi, i cili të ketë të nevojshme që këtë deklaratë tashmë ta transmetojë dhe ta rakordojë me FTP-n që në shënimet shpjeguese. Gjë që në fakt nuk është kaq e thjeshtë për të bërë. Një nivel i mesëm dhe i lartë, le të themi në një nivel i lartë ekonomisë e ka thjesht këtë gjë, pra të thotë që gjithë blerit e mia kanë vajtur për asete, kanë vajtur për këto lloj shpenzimesh dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që duhet bërë, në fakt nuk e parashikon standardet e kontabilitetit tek shënimet shpjeguese të bilancit.
Pra, do me thënë, kërkohet kjo gjë sepse deklarata të ngatron. Do me thënë, unë mund të kem për shembull një kompani tenderash që kam bërë prodhim në proces 1 milion euro dhe në kohë nuk kam lëshuar asnjë faturë të VSH-je, sepse faturat e VSH-s do të lësoj kur objekti të merret në dorëzim. Pra, do të kem një bilans të cilën unë kam 1 milion euro të ardhura, kam shpenzimet 0 sepse jam gjatë prodhimit. Dhe tatimori do thotë çapo u boka. Nuk rakordon FTP-ja, kemi një bilans me 0, pra të gjitha këto lloj detajesh, deklarata nuk i trajton. Dhe ekspozohesh mbase për kontroll. Normale. Tani dihet që ty të vjen për kontrolli dhe nuk është puna në vetvete e ekspozimit në kontroll. Problemi është që informacioni, deklarata detajohet në mënyrë të tillë që të gjenerojë një informacion i cili të përmirësoj aftësinë e administratës për të vajtur në kontroll. Pra të përzidhen ato biznese të cilat janë më të mirat që realisht bëjnë evazion. Dhe këtë gjë nuk e bën deklarata, sepse i mungon në disa çështje të tilla që janë shumë të rëndësishme. Ka ndonjë formë si mund të bëhet ndryshe kjo apo thjesht? Po mjafton të shtohesh një rubrikë aty, shtesa në prodhim proces dhe nuk është shtuar. E kam fjalën në një situatë siç është duhesh shtuar shtesa në prodhim proces të ushtrimit, te tatimoret të mbyllur me 0. Pra, ti e ke shtesën prodhim proces, por nuk e ke në tatimore, sepse ti po prodhon, po e transformon betonin në urë ose në rrugë, por ndërkohë nuk ke pse të taksohesh. Kjo rubrik mungon. Pra, kaq e thjeshtë është çështja, nuk mungon, dhe duhet shtuar. E thjeshtë është, por duhet shtuar. Po tani këto vinë se rezultati fakti se administratat tatimore nuk para e përdor biznesin në përpilimin e këtyre deklaratave. IEK-a, IKM-ja janë organizatat të cilat janë profesionale, të cilat mund të ofrojnë këtë lloj konsulence, të cilën ne po e ndajmë këtu së bashku dhe me shumë mundësi ndoshta në të ardhmen edhe do rregullohet. Do rregullohet, po puna është që ta bëjnë specialistët, këtë punë. Mund të marrim rastet sa të duash. Rastet të tjera, për shembull, unë kam shpenzime financiare. Dhe shpenzimet financiare kanë pozicionin tek shpenzimet, mirë po shpenzimet financiare mund të jenë diferenca konvertimi pozitive. Pra, do me thënë, unë përfitoj nga monedha. Tani unë i detyrohem ta vendos këtë në të ardhura, sepse nuk më lejon zëri shpenzimeve të vendos një shpenzim negativ. Do me thënë, një të ardhur de facto. Unë duhet ta vendos lart. Gjithashtu ndikon te rakordimi i të VSH-s. Por le të shpjegojmë diçka tjetër shumë interesante. Tatim fitimi i shtyrë. Kjo deklarat e përfshin tatim fitimin e shtyrë. Kjo deklarat ka risi... Ka të bëj për korporatat? Tatim fitimi i shtyrë është një teknikë e cila përputh politikat e funksionimit e ekonomisë me kufizimet fiskale. Tatim fitimi i shtyrë në deklarat nuk parashikohet për këtë gjë. Pse? Po nuk e njohë njëri tatim fitimin e shtyrë. Është egzotike. Duhet ndryshime edhe në këtë rast? Rubrika e parashikon, unë mund ta përdor, por nëse unë shoh komentarin e deklaratës, aty thuhet që tatim fitimi i shtyrë është për ato biznese të cilat kanë fituar nga mospagimi, për hotelet me pesë, kanë fituar nga mospagimi i tatimit. Do me thënë, presupozohet që një biznes i cili ka 10 vjetë nuk i plotëson këto kushte, duhet të derë tatimin dhe ai ta derë aty veçantë. Në fakt nuk ka lidhje fare me këtë rubrikë. Tatim fitimi i shtyrë është një standard i veçantë, standard kombëtar i kontabilitetit, standard ndërkombëtar, i cili nuk njihet nga administratat tatimore në këtë pikë dhe keq trajtohet. Po si mund zgjidhet kjo? Kjo mund të zgjidhet në këtë gjë që në qoftë se në komentarin e deklaratës duhet thuhet që tatim fitimi sipas standardit përkatës. Kjo kam fjalën që ta njohin edhe tatimorët. Ta njohin edhe tatimorët. Kjo ka të bëjë pastaj me sistemin arsimor. Kjo ka të bëjë me faktin që 99% e studentëve që mbarojnë ekonomikun nuk dinë mbyllin bilanc. Dhe 80% e ekonomistëve nuk dinë bilance kooperativa ose prodhimi. 80% të paktën në statistikat e mia se nuk duhet i bin qaf njeriu të. Pra, ka disa probleme. Megjithatë, ka dhe gjëra të mira, siç e thash. Cilat janë mirat? Po, për shembull, në deklaratën e vjetër nuk të lejohej kreditimi i tatimit të huaj. Kjo gjë është shtuar shqyr zotit. Për shembull, mëma në Shqipëri, dega në Kosovë, mëma detyrohet të konsolidojë, të deklarojë fitimin edhe të degës. Edhe të Kosovës. Dhe në këtë moment kuptohet që e parashikon e 25 tatim për të ardhur që ti e deklaron, e llogarit edhe një herë tatimin, zbret tatimin e paguar jashtë dhe nëse ke diferenca për të paguar i paguan.
Kjo gjë është hequr diku nga shkurti i 2018-ës dhe thoshte administrata që, shiko, kreditimin e tatimit tuaj ti duhet ta paguash një herë, do vish tek unë të kontrolloj ty dhe të mund të ta rimbursoj. Në kundërshtim me ligjin. Ligji 84-38. Edhe logjik nuk është se ka shumë. Tani nuk është puna e logjikës, sepse logjika është e ligjit, por puna është kur kemi një deklaratë që është në mospërputhje me ligjin e vjetër, jo këtë. Kjo është në rregull. Kur kemi deklaratë që është mospërputhje me shembujt e ligjit, kjo është e çuditshme pësaj. Po marrëveshjet për tatimin e dy fish që kemi ne me shumë vende nuk hyn në lojë në këtë mes, në të raste? Jo, marrëveshjet e taksimit të dy fish nuk hyn në lojë në deklaratë. Pra nuk shfaqen, nuk ka një lidhje të drejtpërdrejtë me deklaratën. Kështu që nuk ka ndonjë problematik kjo gjë. Deklarata shqyqyr zotit është nënregjistruar për kreditimin e tatimit tuaj dhe çfarë ndodh? Atë që zakonisht njerëzit nuk e dinë. Kreditimi i tatimit të huaj të lejohet në bazë të nenit 25, do me thënë, unë kam dhënë me qëra, edhe si individ, unë kam dhënë me qëra një ambient në Greqi, më është mbajtur tatimi atje, ose në Itali, të rëndësi ka, në momentin që vi në Shqipëri, unë e kreditoj, e ka diva, e ka edhe deklarata e tatimit korporatës, dhe e kreditoj shumën pa pasur nevojë për të pasur marrëveshje. Marrëveshjet janë për gjë tjetër. Marrëveshjet janë që, ashtu siç kemi në rastin e Greqia të mos na mbaj tatim dhe ne të paguajmë tatim vetëm në Shqipëri, ose grekut ne mos i taksojmë grekët në Shqipëri dhe ata. Pra ky është roli i marrëveshjeve i cili është gjithashtu tërësisht i keq kuptuar në qarqet e ekonomistëve. Sepse edhe ashtu deklarohet edhe nga zyrtarët kur bëjnë një marrëveshje të kësaj natyre për taksimin e dy fish. Që secili nga ne do taksoj rezidentët në shtetet tona përkatëse dhe ndërkohë mendohet sikur në fakt taksimin e dy fish e realizon në 25 dhe s'ka nevojë të ketë marrëveshje apo jo. Po të gjyrojmë nga këta personat që nuk sjarin ndoshta çfarë është profesionistët që nuk sjarin këtë. Në lidhje me OJF-t, ka ndryshime apo e njëjta procedurë është edhe për të? Nuk ka ndryshime të rëndësishme që ja vlen. Kuptohet që deklarata është pak se detajuar, po nuk ka ndonjë problematik të veçantë. Ndërkohë, zoti Stefani, jemi me edhe 2 javë, thuajse pak më shumë se 2 javë nga përfundimi i afatit të Divas. Ne kemi diskutuar ndryshimet që janë bërë për herë të parë për këtë vit, por sërish në kuadër të edukimit të qytetarëve për deklaruar çfarë fitojnë, por edhe në kuadër të luftës në një farë mënyrë kundër informalitetit. Nevojiten për të nisur edhe bisedën për këtë çështje, nevojiten më shumë incentiva, më shumë rimbursime të kësaj natyre, në mënyrë që qytetarët të jenë realisht agent të tatimeve në teren. Po, unë mendoj që ka nevojë për më shumë incentiva, por si hap të parë, le ta konsiderojmë të mjaftueshëm. Këtë çështjen e rimbursimit që vjen si rezultat i fëmijëve dhe i shkollimit të fëmijëve. Le ta konsiderojmë të mjaftueshëm si hap të parë de facto. Ka qenë edhe deklaratën e vjetër, po deklarata e vjetër ishte çështje për shembull interesi i marrë për kredimin për kredinë e marrë për shkollimin e fëmijëve. Keni parasysh ca gjëra të çuditshme që nuk kishin efekt praktik. Dhe kjo e fëmijëve në fakt ka efekt praktik. Por unë kam përshtypjen që administrata tatimore duhet të ndërgjegjësohet gjithmonë më shumë që duhet të ketë tashmë, ndoshta në vitin 2025 nuk do të ketë, por në vitin 2026 njerëzit janë ndërgjegjësuar për faktin që duhet mbledhin faturat nga kurset e tjera. Dhe administrata duhet bëjë një analizë të tillore, çfarë efekti ka dhënë kjo në rideklarimin në këtë sektor të veçantë të ekonomisë, i cili çuditërisht pas ka rritur deklarimet. Po, sepse unë këtej tuti të them, ore, po të sjell fëmin për të bërë gjuhën gjermane, më jepi që ka të faturën dhe eventualisht kurse tashmë janë pjesë e objektit të trege rregullon. I vjen tatimori, pra, në thojza, i vjen tatimori në thojza. Nuk është se lëshojnë faturan. Nuk se kam në informacion në këtë rast, por le të themi që incentiva për të lëshuar fatura është konkrete dhe kjo duhet të studiohet. Nëse kjo ka efekte, administratat tatimore duhet ta përdori Divën si një instrument shumë të rëndësishëm për sektorët e evazionit. Për shembull, nëse ti blen një apartament të caktuar, unë të jap ty të drejtën, për shembull, që të zbresësh 2% të vlerës së apartamentit në Divën tënde deri në një vlerë të caktuar, politika të ndryshme, dhe njerëzit do fillojnë të interesohen bledhin fatura nga sektori i ndërtimit. Pra, kjo është një moment shumë i rëndësishëm që duhet bërë. Ndërkohë, të tjera ndryshime, zoti Stefani, për sa i përket sërish Divës? Po, Diva janë bërë disa trajnime për Divën, paksa me vënesë do të thosha nga administratat tatimore,
të cilat kanë saksuar shumë çështje, siç është rasti për shembull i rideklarimit që deri në 6 muaj, deri në 3 herë ti mund ta rideklarosh. Dhe mund ta rideklarosh divën dhe këto janë çështje të cilat duhet ishin bërë përpara. Nuk ligji Neni përkatës që ka të bëjë me deklaratat shtesë ka dalë që në 2023, këto duhet ishin bërë ndoshta pak më përpara. Megjithatë, ka vlerë. Unë për vete e kam ndjekur trajnimin që u zhvillua nga administrata tatimore për ekspertët kontabël në lidhje me divën, dhe ishte një trajnim cilësor i cili unë e dija, po shumë veta patën pash në marrëdhënie që shumë veta kishin nevojë për informacion dhe për sqarim. Bëhen fjalë për ekspertët kontabël, për një ekonomist të thjeshtë, imagjino se ç'ndodh. Imagjino çfarë ndodh për popullin e thjeshtë pastaj. Pikërisht pra. Që tentojnë ta plotësojnë vetë. Jo, populli i thjeshtë unë e kam thënë vitet e para duhet ta herën e parë ndoshta do një asistent. Për pjesën tjetër deklarata nuk është ai shumë problem deklarata e divës për njerëzit sesa për të trajnojmë mirë ekonomistët që do t'i bëjnë njerëzve. Pra të mos shkojmë direkte te njerëzit. Të mos tentojmë të trajnojmë një person të caktuar që ka një punë komplet ndryshe nga ekonomiku, po trajtojmë mirë ekonomistët. Dhe pastaj dia shpërndahet. Ndërkohë që do të shtoja kam ndeshur një fenomen shumë të rëndësishëm për sa i përket deklaratës së tatimit në burim. Kohët e fundit. Më kanë ardhur disa persona për problemet se ka bërë një punë të mirë administrata tatimore. Tatimi në burim bëhet fjalë për qerat zakonisht apo ka edhe të tjera kategori? Po ka edhe të tjera kategori. Dhe për këtë kategori dua të flas paksa. Administrata bëri paracakosh një qasje shumë të mirë për të gjithë këta përfituesit për YouTuber. Dhe çfarë ndodh? Ekzistojnë disa rrjete elektronike, të cilat kanë ndjekës, 2.000, 3.000, 20.000 ndjekës, të cilët paguhen dhe të cilët paguajnë dhe të tjerë persona të cilët arkëtojnë lek. Çfarë parashikon legjislacioni? Legjislacioni parashikon që sipas deklaratës së re të divës të mbahet tatim në burim për secilin prej këtyre personave. Dhe imagjinoni një person, një si biznesi e tillë, e cila ka 20.000 pagesa në muaj dhe duhet të identifikojë ID-n e secilit prej tyre. Dhe vetë deklarata është e pamundur të plotësohet. Kjo është një zgjidhje softwarike që duhet të vijë nga sistemi i tatimeve. Sa më parë, aq më mirë. Pra, me të vërtet bëm mirë që i formalizuam këto biznese, por duhet të japim mundësinë të deklarojnë. Sepse nëse ti ke 20.000 persona që i mban tatimin në burim, imagjino të duhen, nuk e di, 300 ekonomista atë ditë që t'i hedhin këta 20.000 persona, 300 njerëz që punojnë 10 orë në ditë, se janë 20.000 veta. Pra duhet të jetë automatik sistemi. Po ekziston mundësia që këto qarqet, sepse çfarë ndodh? Këto formulat, këto rrjetet sociale kanë një program të caktuar, i cili ja gjeneron personit se kush i jep lek. Dhe duhet ketë një unifikim të bazës së të dhënave ose mundësi që administrata tatimore të njohë një aplikacion të veçantë në të cilën të futen 20.000 emrat në mënyrë automatike dhe të derdhet tatimi për ta. Unë do të preferoja që të ishte ky aplikacion dhe një zgjidhje për thjesht me dhënë zgjidhjes që mund të ishte dhe të tjera dhe ti i fut për 20.000 veta, ti fut në total. Nuk e preferoj këtë lloj zgjidhje. Më mirë administrata tatimore të krijojë këtë lloj mundësie dhe të japë mundësi këtyre personave që tashmë të fillojnë të paguajnë, se s'paguajnë dot. Nuk paguajnë, po nuk paguajnë dot është tjetër gjë, por edhe nuk është se kanë dashur të paguajnë, kam përshtypjen për gjatë gjithë kësaj periudhe. Kjo ka të bëjë me mungesën e informacionit. Çfarë ndodh? Të gjithë ta përfituesit online nga YouTube, le të themi. Të gjithë këta në fakt nuk është se kanë për të paguar detyrim, nuk është se kanë bërë evazion. Domethënë evazion në sensin e mos pagimit të ndonjë detyrimi. Çfarë ndodh? Këtyre është mbajtur tatimi në burim. Është mbajtur nga kompania që i paguan. Nuk e kanë ditur që duhet të bëjnë deklaratë, por një person që e dinte dhe ka të tillë, çfarë kanë bërë? Kanë deklaruar të ardhurat bruto, kanë llogaritur tatimin në Shqipëri 15%, kanë zbritur tatimin e YouTube-it, i cili është më i madh aty ku është në vendin e tij, është më i madh se sa tatimet shqiptare dhe nuk i ka dalë pagesë. Pra, ata thjesht nuk kanë zbatuar procedurën për deklaratë. Dhe kjo gjë është në disa raste, jo gjithmonë është keq interpretuar nga administrata tatimore duke llogaritur tatim dhe duke mos i dhënë të drejtën të zbresit tatimin. Tani më vjen keq, nëse ti mua më gjen si një person që nuk kam bërë një deklaratë, duhet të më tolerosh që unë ta bëj këtë deklaratë,
që mund të quhet e gabuar fjala tolerim, po duhet më thuash, sepse e ka ligji për procedurat tatimore, këshillimi etj ti se ke bër, dhe ti duhet më japësh mundësi që unë ta bëj këtë deklaratë, të jetë saktë dhe ti ta rishikon pas deklarimit tim. Pra, unë nuk kam se në rideklarimin që më bën administrata të mos zbres tatimin që më është mbajtur në burim, sepse unë kam qenë ignorant, nuk e kam ditur të bëj këtë deklaratë. Dhe kjo gjë nuk duhet bërë. Duhet të zgjidhet të gjithë këta personazhet, kush nuk i ka vajtur, meqense kemi mundësi, të gjithë këta duhet i bëjnë këto deklaratat. Është e kuptueshme që sot ata do të marrin 3.000 lekë të reja penalitet për deklaratën, le të themi, të vitit 2022, 22-shit për shembull, do marri 3.000 lekë të reja, por si e bën ti deklaratën, e llogarit tatimin, e zbret, i kërkon YouTube-it që më jep një vërtetim që ke mbajtur tatimin dhe mbarove punë. Kam përshtypjen shumë e thjesht e shkarkon në moment aty tek. Po e parashikon, deklarata në fund thot kreditimi i tatimit të huaj. Pra nuk kanë, nëse YouTube-i që me shumë mundësi e ka bërë, ka mbajtur tatimin i kërkon një shkresë, i thua, të lutem më nis një email. Çfarë tatimesh ke mbajtur për mua për këtë vit, dhe ai e ka në mënyrë automatike. Ta nis, kaq mjafton si dokument. Po, dhe pastaj bën deklaratën, llogarit tatimin, zbret tatimin, po të njëjtin tatim që ke të llogaritur, e zbret poshtë, sepse si sigur që YouTube ka një tatim më të lartë. Ne kemi 15% është tatimi ulët, meqense radhafi. Kjo do të thotë që unë nuk kam detyrim për të paguar. Dhe çfarë bëj unë? Unë bëj deklaratën, e bëj sot, e zbres tatimin e huaj, më del një penalitet 3.000 lekë të reja, shkoj e paguaj dhe nuk bie në ato raste të gabuar ato trajtimit tatimor, sepse ka pasur dhe raste të sakta nga administrata tatimore, duhet jemi saktë. Në ato raste në të cilat administrata tatimore i ka thënë, do të ta bëj unë rivlerësimin, do të ta llogaris tatimin dhe nuk do të ta zbres tatimin e YouTube-it. Dhe i ka dalë të shkretit të paguaj 40-50.000 euro, ndërkohë që s'ka arsye. Unë thjesht nuk kam bërë deklaratën. Ka penalitet për deklaratën, do të ta paguaj. 3.000 lekë të reja në këtë rast. Edhe qasja ka përshtypjen e administratës tatimore, zoti Stefani, ka qenë, unë mbaj mend njoftimin që ata bënin pikërisht për ata që kanë të ardhur online nga YouTube-i, Facebook-u, Instagrami, të gjitha rrjetet sociale. Pra YouTube-in kuptohet. Dhe ishte një formë kërcënimi deri diku. Ne i kemi llogaritë tuaja bankare, kështu që bëni deklarimin. Kam përshtypjen duhet qasja të jetë ndryshe. Edukim, sensibilizim, deklaroni sepse ne e dim sa të ardhura keni. Kjo ishte logjika. Ajo hym në problemet të etikës të cilat janë gjykime personale. Unë si ish tatimor do të thosha që kanë bërë deri diku të drejtë, në sensin që i kanë thënë njerëzve që shiko, ne i kemi informacionin dhe ajo mund të keq interpretohet, por për mua në mendimin tim, ajo është një rast që, domethënë, ki parasysh që ti duhet të bësh një deklarat dhe deklaratën duhet ta bësh të saktë, por dhe ne kemi këtë lloj njoftimi ynë i vlerësimit vjen si rezultati i faktit sepse ne kemi marrë këtë lloj informacioni. Pra, ndoshta mënyra e shprehjes, ndoshta, pra administrata tatimore mund të shprehet që në bazë të dhënave ju keni këtë gjë, këtë informacion, nuk keni bërë deklaratën, ju lutem bëni këtë deklaratë. Dhe shpeshherë, zoti Stefani, ata që gjenerojnë të ardhura online kanë paqartësi dhe mbase kjo mund të jetë një arsye, mendojnë që do paguajmë shtesë edhe nuk e bëjnë deklarimin. Ka realisht të tjera bara ose të tjera detyrime që ata mund të kenë nga gjenerimi të ardhurave online? Atëre, në koncept një YouTuber është duke zhvilluar një aktivitet shërbimi. Po. Do me thënë, unë të jap mundësin të reklamosh veshje, ta kodijon një gjë tjetër, fusi një reklam, krijoj një të ardhur, dhe si aktivitetet të shërbimit, ato zhvillohen zakonisht kështu ndodh, në ambiente të caktuara, me aparatura të caktuara të tij, në mungesë të drejtimit të ndonjërit. Kjo do të thotë që është një aktivitet tregtar shërbimi, është një aktivitet shërbimi i cili duhet të hapë nipt. Dhe duke hapur nipt, individi ka këtë lloj detyrimesh, detyrimin për të lëshuar fatura, detyrimin, pra ai që i bën reklamën dhe i çon lekët, ky lëshon faturën, detyrimin për të deklaruar sigurimet personale dhe në fund të ditës detyrimin për të paguar taksat vendore për zyrën ku ai punon, që është një gjë e ditur që gjithë personat fizik
konsulentët në fillimet e tyre hapin tek shtëpia e vet një nip sa për me paguajt sigurimet. Pra nuk ka arsye pse. Dhe duhet shqyqyrë Zotit u zgjidhë kjo gjë nga deklarata e statusit të vetpunësimit, që të gjithë ta që kishin të ardhur vetëm nga Facebooku, dukeshe sikur po punonin në fakt vetëm me një klient, në fakt ata e kishin shumë këtë gjë. Është zgjidhur kjo gjë shqyqyrë Zotit e zgjidhi administrata me këtë deklaratë të këtij vitit që mund ta vleroj ta them që për të gjithë personat fizikë që kanë një klient të vetëm, për shembull një sigurues prone që i merr të gjithë parat nga një shoqëri sigurimi, por ndërkohë ka 5000 klient të vitit. Ai nuk ose është duke bërë evazion, por të ardhurat i vinë nga një burim. Deklarata e statusit të vetpunësimit dorëzohet me post. Kjo është kërkesa më e fundit e administratës, por mund të dorëzohet, për mendimin tim mund të dorëzohet edhe te çështjet e mia dhe ti shpëton nga kjo trajtimi tatimor si një i punësuar. E njëjta gjë vlen kam shtypin edhe për podcaste sepse janë bërë në mas kohët e fundit. Sigurisht. Çdo produkte që ata e reklamojnë, duhet bëjnë nipin sepse tek e fundit ata duhet të lëshojnë faturë për një produkt që e reklamojnë për një kompani të caktuar. Sigurisht. Zotë Stefani, ju falenderoj për gjitha sqarimet që thatë në studio. Ishin interesante në mënyrë të veçantë kjo e fundit për YouTuberat. Falenderit. Faleminderit juve.